Miq të nderuar, selamu alaikum. Java që lam pas shënoi ditën ndërkombëtare të mbulesës islame. Shumë gra e vajza muslimane jo muslimane u mbledhen në përkrahje të motrave të tyre që zgjedhin ta mbajnë mbulesën, duke na bërë me dije se mbulesa paraqet një ndër të drejtat themelore të tyre, e si e tillë nuk ka vend as për paragjykim e as për diskriminim. Për të folur për këtë ditë dhe për rëndësinë që ka mbulesa për një grua muslimane, kemi të ftuar në studio teologen Florentina Tërmkolli, përfaqësuese e Departamentit të Gruas pranë Bashkisë Islame të Kosovës. Mirë se keni ardhur, nderuar. Mirë se u gjem, faleminderit për ftesën. Java e kaluar shënoi ditën ndërkombëtare të mbulesës. Ju kemi parë të angazhuara me aktivitete të ndryshme, një ndër të cilat ishte edhe evenimenti i madh në Swiss Diamond. Çfarë mund të na thoni lidhje me këtë organizim dhe me organizimet e tjera që keni zhvilluar si kryesi? Bismillahirrahmanirrahim. Faleminderit për ftesën Isra. Them të drejtën se për organizimin e këtij aktiviteti është angazhuar Departamenti i Gruas pranë Bashkisë Islame të Kosovës në bashkëpunim me World Hijab Day. Ky organizim ka pas një ekip. Ekipa ka qenë përbërë prej 10 personave. Normal, kur janë 10 persona, janë 10 ide, 10 dëshira, 10 mendime. Kështu që kemi pas disa gjëra të cilat sinqerisht kanë njerë dhe nuk jemi dakordu, por kanë qenë gjëra të vogla, megjithëse kanë qenë të rëndësishme për realizimin e këtij organizimi. Në dy ka qenë ftesa zyrtarëve të lartë në për institucionet tona shtetërore. Ju e dini se nga natyra e punës së tyre del edhe diçka e papritur. Ka qenë ajo çështja kryesore se i kemi pas në panel. E në rast se kish ndodhur diçka që i kish ndalu që mos të prezantojnë tek ne, atëherë sinqerisht i shprish paneli, i shprish organizimi, po falë Zotit, e gjithë ajo ecuria, finalizimi i këtij aktivitetit u bë ashtu se si kemi planifiku edhe si kemi mendu. Për këtë ditë kanë organizu jo vetëm ne këtu si departament në Prishtinë, por kanë organizu edhe degë tjera të departamenteve, si në Podujev, si në Drenas, në Prizren, në Vështre. Do më thonë ka pas më shumë se në një qytet aktivitete për këtë ditë. Ka qenë çdo gjë mirë, edhe pse ndoshta disa gjëra nuk kanë ecë ashtu se si duhet, po sido që të jetë, fundi ka qenë mirë edhe ashtu siç kemi pritur. Profesorish, cili është historiku i shënimit kësaj dite? Ne e dim se të drejtat për gratë me mbulesë duhet të mbrohen çdo ditë, mirë po pse pikërisht kjo ditë është caktuar si e tillë? Historiku i kësaj dite është nga një vajzë, nga një femër që ka ardhur nga Bangladeshi, emigrante në New York. Ajo femër kishte hasur në sfida, probleme, bullizëm, thënë më mirë, të ndryshëm, prej natyrave të ndryshme. Kështu që e indinjuar nga kjo situatë, nga kjo gjendje, ajo vendosi një ditë që ta ngrisë zërin e saj, përmes rrjeteve të saj sociale, dhe bëri thirrje në të gjithë botën, në të gjithë vendet e botës, që çdo femër, pavarësisht fesë së saj, pavarësisht kombësisë së saj, ta ngrit zërin dhe ta merr, nëse mund të më thonë kësaj një vendim që një ditë ta mbarë mbulesën. Duke u nisur nga thënia se nuk mund ta vlerësoj askush, askënd dhe të ndjej se çfarë ndjen ai derisa t'i vesh këpucët e tij. Dhe ajo ditë ishte një shkurti, ishte në vitin 2013, ku edhe unë njoh si ditë ndërkombëtare e mbulesës. Profesorish, le të kthehemi pak te rrënjët e mbulesës. Kur është bërë obligim mbulesa, pse është bërë obligim
Dhe çfarë mund të na thoni për rëndësinë që ka ajo për një grua muslimane? Unë po thëmë feja jonë, po edhe para fejë sonë, veshja islama, apo mbulesa, apo hijabi thuaj si duash, është një çështje që e simbolizon femrën dhe që e ka simbolizuar qysh më herët, prej Ademit a.s. E do ta simbolizoj deri në ditët tona, duke vazhduar si e tillë deri në ditën e gjykimit. Por Islami erdhë sikur e definoi mënyrën e veshjes, nëse mundem me thonë këtë mënyrë. Islami në vitin 5 Hijri edhe u bë obligim bartja e mbulesës. Ku thot Allahu në Kur'an, ja ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa lin nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika ay yu'rafna fala yu'dhin. Po thot Allahu në Kur'anin famlar, po thot o pejgamber, thuaju grave tuaja, thuaju bijave tuaja, thuaju grave të muslimanve, që ti lëshojnë, që ti vendosin mbulesat e tyre. Për çfarë mënyre, për çfarë arsye, që të njihen dhe mos të lëndohen, mos të ofendohen. Sikur rastin që e thamë asaj vajzës që ka emigruar në New York, sikur lëndimi që ju ka bua, jo ka marrë një iniciativë tillë, që të shënohet një dinë ndërkombëtare, njihen drejtat e kësaj femre, njihen një normë themelore për jetën e saj. Kështu që nga ky ajet i Kur'anit kuptojmë se njeriu një herë duhet të fillojë nga vetvetja e tij. E këto është pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam nuk po fillon me njerëzit e huaj dhe me ju thonë se gratë juaja kanë obligim, ka zbrit ajeti kuranor për gratë juaja. Por ato të cilat po obligohen pikës pari për dhënien e mbulesës janë gratë e pejgamberit alayhis salam. Pastaj njerëzit prapë afër të pejgamberit alayhis salam, që janë vajza. Me pastaj kush gratë e muslimanëve. Që është interesant se nuk ka thonë gratë e burrave, nuk ka thonë gratë që gjenden në atë vend, apo gratë e botës, po ajeti kuranor po e cekë dhe po thotë gratë e muslimanëve, që i bie pa pas iman, nuk mundet që femra ta merr një hap të tillë, se nuk është e lehtë. Arsyeja e veshjes së mbulesës, preteksti i veshjes së mbulesës është në mënyrë që të njihen. Disa dietarë po e përshkruajnë mbulesën edhe një përshkrim shumë i mirë. Po thotë kjo mbulesa është sikur sa ai rripi i sigurisë në vetur. Është jo e rrugës që dal njeriu nga vetura e tij edhe t'ju thotë gjithë ngasësve të veturave, t'ju thotë se keni kujdes se si ngasni veturat. Sa është diçka e pamundur edhe nuk arrihet. Po thotë ja i personi i cili mundesh vetes t'i vendosësh rregulla, edhe norma, edhe ti vendos atë rripin e sigurisë. Kjo nuk i bie që ti nuk do të hasësh, Zoti na ruaj, ndonjë aksident, por rrezikshmëria do të jetë më ulët. Edhe mbulesa aksisoj. Nuk do me thonë që një vajzë e cila ka vesh mbulesën edhe tash asnjë njeri nuk fol për këtë vajzë, për këtë femër, për këtë gru. Por shifet pak me një sy tjetër. Njeriu duhet me qenë shumë i matën që të fol me një femër që ka mbulesë, se Zoti po thotë kjo të mbron, Zoti po thotë kjo të shtin me unjoft që ti i përket një kategorie ndryshe të njerëzve. Pa dorë Zoti na rujt me ul atë kategori, apo ato femrat të cilat nuk bartin mbulesë. Sa bukur e thatë që duhet të ketë iman të plot për ta vendosur mbulesën, nga që është edhe pamundur t'i shpjegohet dikujt pse kemi vendosur ne gratë me xhami mbulesën, nëse dikujt që nuk është musliman apo nuk e ka imanin e plot. Profesorish, megjithatë edhe pse është një e drejtë themelore e grave, megjithatë ka shtypje, ka diskriminime, të cilat ja pamundsojnë gruas muslimane të integrohet plotësisht në shoqëri dhe bie në pozitë ku duhet ta mbrojë veten karshi sulmuesve. Kemi zëra që thonë se
mbulesa e shkel laicitetin e shtetit, kemi zëra që thjesht paragjykojnë pa pasur ndonjë arsye të veçantë. Cilat janë sfidat më të mëdha që ballafaqohen gratë me mbulesë në Kosovë, duke qenë se punoni në një institucion i cili e ka për detyrë të merret me çështjet e grave muslimane në Kosovë? Kishim me thënë se femra tek ne këtu në Kosovë, posaçërisht, ajo që i cenohet femrës tek ne është arsimimi. Gjëja që vjen, që është edhe akoma më themelore se sa vend mbulesa. Nëse don një popull të përparoj, ngritet, të avansohet, duhet arsimohet. Në rast se femra penalizohet, në rast se femra largohet, menjanohet nga kjo e drejtë që është akoma më themelore se sa vetëm mbulesa, atëherë si do të mund të arrijë ajo femër? Si do të mund të arrijë kurse tek ne në Islam themi se femra është gjysma e shoqërisë, edhe gjysma e shoqërisë ajo e edukon. Në rast se ne e kemi ndalu, rast se ne kemi stopu një femër prej arsimit, apo të drejtës së ushtruarit të shkollimit, atëherë sinqerisht është një krim shumë i madh. E kjo fatkeqësisht ndodh tek ne nën dy, kur njeriu ka arrit shkollimin, të arrish në një shkallë të shkollimit nuk është e lehtë, Isra. Po është një punë e mundimshme, është një punë që don lodhje, don mund, don sakrificë. Edhe pastaj të penalizohesh apo të ndalohesh ta ushtrosh atë profesion të cilin ku e di se sa vite ke kry shkollë për të, edhe mos mundesh, mos t'jepet e drejta ta ushtrosh, atëherë është sinqerisht ky krim i dytë. Këto dy gjana na shumë i vrejmë, apo janë shumë prezente në shoqërinë tonë që është për të ardhur keq. Ne lutemi Zotit që edhe këto sfida të i kalohen, edhe këto sfida të menjanohen, t'jeken, të eliminohen nga jeta e femrave në përgjithësi, jo vetëm atyre me mbulesë, e femrave përgjithësi, e posaçërisht ato të cilat mbajnë mbulesën. Njeriu kur është i lirë të vendos, njeriu kur është i lirë të shkollohet, njeriu kur është i lirë të punësohet, atëherë gjithsesi se ai popull ka më ngrit, ai popull ka më avancu, me ngritjen e popullit do të ngritet edhe vetë vendi dhe shteti, vatani. Ma merr mendja se prioriteti çdo njeriu duhet të jetë ngritja apo avancimi i këtij vendi, avancimi i kësaj popullate, avancimi i rinisë tonë, e cila fatkeqësisht po shkon në një rrugë jo të duhur, jo të mirë. Me gjithë vështirësitë, me gjithë ato problematika që i ka femra muslimane në shoqërinë kosovare, po shohim mjaft gra të zonja që bartin mbulesën, që kanë pozita të rëndësishme në shoqëria. Do të thotë kjo se po fillon të ndryshohet mentaliteti i përgjithshëm në Kosovë. Ne shpresojmë dhe lutim Zotin që të jetë e tillë, por ky numër nuk mjafton. Nuk është i mjaftueshëm. Unë edhe më herët thash, synimi një femrës në mbulume nuk është jetë vetëm ta ngrit këtë vend, ta çoj përpara. Nuk ka për qëllim tjetër. Për çfarë arsye ai që nuk është atë dhe dashës, nëse mund të më shpreh kështu, i mirë, nuk mund të më qenë edhe fetar i mirë. Mbulesa, pse të shihen mbulesa si diçka e frikshme, se të ketë njeriu fobi nga mbulesa, kurse mbulesa është çështje themelore, kurse është e drejtë e çdo personi të vishet. Për çfarë arsye femrat të cilat nuk vishen, nuk penalizohen prej asnjë lloj aktiviteti, prej asnjë lloj pune, ndërsa femrat të cilat bartin mbulesën janë çdo herë të stigmatizuara, nëse mund të më thonë këtë mënyrë. Paksa kjo është shqetësuese, edhe pse edhe ne e shohim që falë Zotit ka femra me mbulesë që kanë pozita të mira, po kjo nuk është e mjaftueshme. Profesoresh, për në fund, cili është mesazhi juaj drejtuar grave muslimane, por edhe grave të tjera që nuk bartin mbulesën?
Mesazhi im për ato të cilat janë të mbuluara, thon, t'jeni të përgatitura në profesionin të cilin keni zgjedhur. Se performanca juaj, puna juaj, mundi juaj nuk shkon kot. Nëse ato tregojnë punë të zellshme, nëse ato tregojnë performancë të duhur, Zoti nuk ja humb mundin askujt. E grave të cilat nuk bartin shami, unë lut Zotin që ato një ditë ta kryejnë këtë obligim të Zotit, se është obligim, është një diçka që është urdhëresë nga Zoti fuqiplot. Por të kenë respekt për ato të cilat kanë mbulesë, edhe të jenë krah i djathtë për ato të cilat bartin mbulesë e hasin në sfida të ndryshme. Faleminderit shumë për kohën që e ndatë t'jeni pjesë e emisionit tonë. Ju urojmë suksese në punën tuaj. Faleminderit edhe për juve edhe për ftesën. Shikues të nderuar, ishim me Florentina Tërmkollin, përfaqësuese e Departamentit të Gruas pranë Bashkisisë Islame të Republikës së Kosovës. Urojmë t'jeni ndarë të kënaqur me këta pak minuta që i ndatë me ne. Deri në takimin e radhës, selamu alejkum wa rahmetullah.